Vendimi kërkesa e prokurorisë dhe vendimi i gjykatës së shkallës së parë, të gjyqtarit Erion Qela, për mua është një vendim që bie ndesh me kushtetutën. Bie ndesh me ndarjen dhe cënimin e ndarjen e pushteteve. Ne kemi 3 pushtete: ekzekutivi, legislativi dhe gjyqësari. Okej, gjyqësari nuk mund të ndërhyjë dot te legislativi, po ka të drejtën e tij ta hetojë, ja jep ligji e kushtetuta, ja jep ligjin e kushtetuta për të kryer hetime, qoftë edhe për kryeministrin po dështu, por nuk ka tagra të drejtën që të diktoj kryeministrit, ministrat, që t'i futet atij në Këshillin e Ministrave për ta pezulluar një ministër nga detyra. Ligji e ka që ti të shkosh të bësh kërkesën, ti drejtohesh kuvendit, ti heqësh imunitetin dhe më pas ti bësh arrestimin, kur e shikon që është në kushtet e të rëndesës të provave, prishjes provave, largimit e kështu me radhë. Kjo është rruga që kushtetuta e ka përcaktuar. Pra, rruga që duhet ndjek prokuroria. Fakti, rruga që ka zgjedhur prokuroria, duke ndërhyrë në zyrën e Këshillit Ministrave për t'i diktuar një ministër që do jetë apo jo në detyrë, kjo është një shkelje e rëndë e ndarjes së pushteteve. Unë kështu e kam cilësuar dhe vazhdoj të qëndroj kësaj. Dhe mendoj dhe besoj që gjykata kushtetuese t'i japi një shuplap gjyqtarit Erion Qela, sepse e bëri vazhd, e ka bërë vazhd zoti Qela, jo vetëm me zonjën Balluku, e ka bërë vazhd me zotin Meta, e ka bërë vazhd me zotin Kokë, pra nuk është vetëm veprimet që ka bërë. Sepse këta legjitimojnë çdo lloj idiotësie, çdo lloj kërkese, idiote në kuptimin procedural të gjës, që i kërkon prokuroria. Po thuaj njëherë jo, thuaj njëherë jo. Thuaj njëherë që kjo nuk bëhet se është antikushtetuese. O gjyqtar, thuaj njëherë që kjo gjë nuk bëhet, sepse kjo bie ndesh me parimin kushtetues. Thuaj njëherë jo. Tani, unë shpresoj që gjykata kushtetuese t'i japi një shuplak Erion Qelës, gjyqtarit, që të kuptojnë edhe ata kolegët e tij të tjerë, që mos të pranojnë afërmendësh çdo gjë që kërkon prokurori. Ky është mendimi im. Unë e shikoj që është cënuar rënd ndarja pushteteve. Ka hyrë në pushtetin ekzekutiv. Dhe ndërhyrja në pushtetin ekzekutiv në këtë formë, në këtë mënyrë, nuk po i themi pse heton, po themi pse merr vendime që nuk të takojnë ty. Kështu që unë mendoj që gjykata kushtetuese do japi një vendim sa më të drejtë që ta pezulloj vendimin e gjykatës shkallës së parë. Dhe zonja Balluku të shkojë në punë, se çfarë do ndodhi më pastaj, ai është problem tjetër. Ai t'i futemi asaj kërkesave që mund bëjë prokurori më pas, që do i drejtohet kuvendit për heqje mandati, imuniteti e kështu me radhë. Ato janë rruga e ligjore siç u ndoq për zotin Berisha. Sepse ata të njëjtë gjë bën me zotin Berisha, i vendosën 2 masa. Po ku ke gjorti i vendosen 2 masa? Siguria. 2 masa nuk ka. Vendoset një masë shtrënguese edhe një masë ndaluese. Masa shtrënguese e një është, se është quhet kufizim lirie. Nuk ka rëndësi se je në arrest me burg apo je në arrest shtëpi, apo ti je në gjendje të lirë ose të zhbllokuar pasaporta. Sepse liria është perceptimor, se ka njerëz që e perceptojnë lirinë këtu aty, ka njerëz që e perceptojnë lirinë më të gjerë, brenda 28000 kilometrave. Kështu që unë mendoj që gjykata kushtetuese të japi një zgjidhje përfundimtare duke u bazuar te neni 242 kodit të procedurës penale, që mos të ketë më asnjë dyshim ekivok nga prokuroria
dhe padyshim nga gjykata e posaçme apo çdo lloj gjykate tjetër. Avokat, po si shpjegohet nëse po themi ky ligj pra për pezullimin e një funksionari të lartë publik është kaq thjesht i lexueshëm. Po nëse gabon një gjyqtar i gjykatës speciale, çfarë presim nga gjyqtar të thjesht pastaj? Shiko, do të kuptojmë diçka. Neni 242 që gjithë i referohen, e ka të qartësisht të përcaktuar, padyshim thotë që përveç atyre që janë të zgjedhur. Pra, kryetarëve të bashkisë ti nuk e shkarkon dot. Pra, nuk e pezullon dot. Përveç se po arreston si zoti Velia. Sepse nuk i ke tagrat. Por ligjvënësi e ka lënë atë për funksionar publik të tjerë. Po nuk e ka menduar që një ministër ose zëvendës kryeministre apo kushdo tjetër pjesë e kabinetit, një ministri caktuar, në momentin që do ishte i pandeu, do kërkonte të vazhdonte atë me funksionin publik. Dhe është marrësie e mirëqen kjo, që një ministër kur i ngrihet një akuzë si zonjë Zballuku, mendon që ota shkarkoj kryeministri, po nuk do ra qeveria, ose ajo vet, ose ai vet do japi dorëheqje sepse fundit ka moral, njeriu dhe politika e kështu me radhë. Dhe ne në jetën tonë drejtohemi nga morali, nga etika. Pastaj na ligji, ne nuk bëjmë veprim caktuar, nuk e bëjmë pak sepse na dënon ligji, por themi na dënon morali, shoqëror, kanonor, zakonor e kështu me radhë. Dhe kështu që nuk është parashikuar specifikisht e kjo dispozitë në 242, pa një fakt i tillë, sepse nuk ka ndodhur vërtet zoti Rama, thot, nuk ka në asnjë vend të botës që pezullohet zëvendës kryeministri, ministri kështu me radhë. Po, nuk ka. Sepse ata japin dorëheqje që në moment janë në hetim, jo më të pandeu. Dhe Rama los me këtë tokfjalshi. Nuk ka ndodhur asnjë vend të botës. Po pse? Sepse nuk arrin deri te kjo lloj mase që gjykata të vendosi mas pezullimi. Dhe nuk e parashikon bota këtë, asnjë kod penal, asnjë kushtetues se parashikon, sepse ka morali. Në kohën që në Shqipëri nuk ka moral, ka mbetur aty ajo dispozita, pa u prekur, pa specifikuar. Kështu që në momentin tani që këtyre ju duhej kjo, u kujtuam këta që dale se kjo dispozita nuk e ka për ministrat, për ka vetëm për funksionar publik, që janë të emëruar e kështu me radhë. Dhe kështu që kjo ka mbetur një vakum tani, ka mbetur një gërsh, që do t'ja japi zgjidhje gjykata kushtetuese. Kjo është e gjithë. Çfarë rrezikon Shqipëria nëse gjykata kushtetuese vendos që gjykata e posaçme ka pasur të drejtë me interpretimin e Nenit duke pezulluar Belinda Ballukun? Çfarë do thotë kjo për shtetin shqiptar? Shiko, tani të jemi drejtë. Shqipëria nuk është një vend që shquhet për liri dhe të drejta dhe në një shtet të drejtës, e për një drejtësi të bazuar në shtetin e së drejtës. Nuk është e njëjtat për këto tilla gjëra. Shqipëria vërtet me mundin e madh që Edi Rama kërkon ta promovoj apo e liçon në botën perëndimore si një vend normale, kështu Shqipëria nuk është një vend normal. Sepse mjafton që ti të shikosh urimin që bëri sekretari Rupio, bashkë me që po ta bashkosh atë tokfjalshin e urimit me fillimin me fundin, ka uruar një vend narkoshtet. Nëse i bashkon ato dhe i lidh, ai ka uruar narkoshtetin. Dhe kështu që kjo e dëmton akoma Shqipërinë, sepse fundit, si thash pak më parë, politika është moral. Ti s'mundet prezantohesh më në botë, por se do shkoj kjo individi, po këtu është çështja ana morale, se ana ligjore se ndalon. Supozojmë u bë pezullim dhe dha drejt gjykatës kushtetuese. Ti do marrësh zëvendës kryeministrit do ta prezantosh në Europë, ndërkohë që ajo hetohet për korrupsion, po është marrë pa ndër në korrupsion, e po hetohet për ca vepra tjera penale. A ka moral më ky kryeministër t'ia prezantoj? Ore do vi të huaj këtu, vjen një udhëheqës shteti, do prezantosh ministrat e tu, si do ju thuash? Kjo është ajo ministria e cila është e pandehur, po për kaq që aq vepra penale për 100 miliona atu, 50 aty, po e mbajmë në detyrë. Po morali ku qëndron këtu? Morali ku qëndron?
Kështu që unë nuk mendoj se kjo e nderon nga pikpamja morale zoti Rama, qeveri, po dhe Shqipëri. Sepse do jetë unikale, ashtu si zoti Rama do jetë vendimi që ka marrë gjykata e posaçme për zonjën Balluku është unikal në botë, ashtu do jetë unikal në botë që një zvës kryeministër, ministri i infrastrukturës më i rëndësishëm i një qeverie, me akuzë konkrete, vazhdon të ushtrojë funksionin. Kur ndërkohë, para një jave, ai në Rumani, ministri, ishte dhënë dorëheqje sepse kishte gënjur në CV-n e tij. Do thosh ti, ky është standardi i lartë shumë ai moral. Po çfarë them unë tani? Ky standardi moral i ka vendosur Evropa vetë. U detyruan në Ukrainë, por janë në luftë. Për shkak arsye korrupsioni shkakoi ai. Njeriu më të afërt mikun e tij, Zelenski. Para një jave ka. 4 ditë, 5 ditë. Kështu që unë mendoj se nga pikpamja morale kjo është shumë e rëndë. Është shumë, por shumë e rëndë. Nga pikpamja ligjore pastaj, hajde t'i japim të drejtë dhe unë padyshim që ka të drejtë zoti Rama dhe zoja Balluku. Avokat, çfarë ndodh nëse legjitimohet, po themi, e drejtë e gjykatës së posaçme për të shkarkuar një ministër, i bie që legjitimohet edhe drejta e kësaj gjykate për të shkarkuar dhe kryeministrin, pra për të pezulluar, jo shkarkuar. Çfarë ndodh nëse më lejo ta sqaroj. Çfarë ndodh nëse pezullohet kryeministri? I bie se pezullohet kryeministri dhe Partia Socialiste nuk don, shiko, nëse pezullohet kryeministri dhe Partia Socialiste nuk don që të ndryshojë kryeministri, çfarë ndodh në tilla raste? Jo, shiko. Ja, ju nuk ka përdodhur kur. Shiko, sepse këta me këtë polozit tani. Nëse unë kam dhënë disa opsione. Nëse gjykata, mendoj unë, kushtetuese, do ta legjitimoj vendimin e gjykatës shkallës parë, jo automatikisht do t'i japi të drejtë prokurorisë apo gjykatës posaçme që të ndjekit të njëjtën rrugë ndaj kryeministrit, sepse nëse ata po morën vendim, do marrin vendim vetëm për ministrat, po jo për kryeministrin. Ata do ta cilësojnë që kryeministri është funksion kushtetues dhe ti ndaj kryeministrit nuk merr dot mas pezullimi. Pra, gjykata kushtetuese vendimin e saj, nëse është ky version që ne po diskutojmë, mund të forcojë pozitat për hetim ndaj kryeministrit, që nuk do ketë shanse që prokuroria e gjykata të marrë një vendim pezullimi, por për ministrat ne do ndjekim të njëjtën rrugë si me Balluku. Pra, nuk ka për të ndodhur ajo që këta kërkojnë ta visi populizëm, se po e shesin si populizëm. Po vendosi tash, mund të gjykata Ramën, do vendosi që t'i japi fuqi kushtetuese kryeministrit, sepse është i zgjedhur e kështu me radhë, po ministrat do t'i quhet emëruar. Pra mund të blindoj Ramën, që në gjitha rastet Rama nuk preket dhe jo Ramën, kuptojmë, jo Ramën si individ. Kryeministrin, si kryeministri që mund të jetë kushdo tjetër nesër, kuptohet. Kuptohet. Pra, mundet ta cilësoj kryeministri si pozicion kushtetues dhe ti s'ke të drejtë të bësh veprim pezullimi ndaj tij, mas pezullimi, por ministrat nuk janë kushtetues, do i quajmë të emëruar dhe ndaj tyre prokuroria mund të veprojë. Pra, mund të jetë ky një version i tillë. Kupton?